Përshëndetje Shqipe. Sot do ju mësoj se si t'i ktheni lekët në TikTok në gifte, edhe si t'i bleni giftet e TikTokut një me një dhe me lirë, pa shpenzuar lek shumë, se i bleni shtrenjtë në TikTok, edhe sa blini me shumë pak lek edhe gjuni më shumë, a kuptoni, blini më lirë dhe gjuni më shumë. Doni me ble $100 gifte, $100 gifte në TikTok, një me një bëjnë $100 çuna. 10.000 pik. $100 bëjnë 10.000 pik në TikTok. 10.000 pik. Me 10.000 pik i blen vetëm $100. Kjo video shkon për të gjithë ata që më kanë pyetur si të blej gifte apo si t'i kthej lekët që kam në balancë time të TikTokut në gifte. Ma kanë bërë shumë veta këtë pyetje, okay? Shkojmë në App Store tani. Shkruajmë KiwiVPN dhe del ky programi këtu, ne e kemi shkarkuar. Find your perfect stay on the booking.com. Presim që të mbarojnë reklama, sigurisht se ka reklama. Që të hapim VPN, na duhen pik. Ne current points kemi vetëm 60 pik. Okay. Find your perfect stay on the booking.com app. A hotel in the city or a beachfront stay with a view? Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free booking. Mbaroj reklama. I bjem spinit, na duhet të fitojmë 250 pik. Do i fitojmë dot. Opa, e shumë bukur. Shumë bukur. Shumë bukur. Edhe pak është. Zero këtë radhë. More, edhe pak çuna presni. Çuna goca ja. Pra, duhet hapim VPN në mënyrë që të kemi mundësi që t'i blejmë pikët. Tani neve nuk e plotësuam dot 250 pik, po do mundohemi t'i plotësojmë prap 250 pik. Find your perfect stay on the booking.com app. A hotel in the city or a beachfront stay with a view? Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free. I bjem edhe një herë spinit nga e para që të plotësojmë pikët, që të hapim VPN. Pa VPN nuk mundemi do të blejmë gifte, edhe nuk mundemi do të hapim serverat. Dhe gjithmonë, do me thënë, serveri Brazilit i ka giftet në TikTok një me një janë më të lirat që ekzistojnë deri më sot. Okay. Bjem edhe një herë. I plotësuar. Find your perfect stay on the booking.com app. A hotel in the city or a beachfront stay with a view? Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free book. Okay. Kemi 300 pik. Okay, shkojmë hapim serverin e Brazilit këtu. Brazil. U hap Brazili. U hap serveri brazilian. Kështu që tani që të vëmë të kthejmë giftet në gifte, thënë këto, të shkojmë të TikToku, të balanca, shtypim këtu të coins, get coins. Okay. Presim të hapet. Okay, na del kjo pjesa këtu exchange.
exchange, ja ku jemi këtu, shikohet tani, $5.70, 570 pikë. Shikoni, ne kemi $32, por ne nuk I kthejmë do të gjitha. Tani shtypim 10, për shembull 10 pikë bëjnë, po I bëjmë exchange 10 cent. Me serverin brazilian, 1-1 çuna. 1-1. Okej, tani e përfunduam këtë punë. Tani do ju mësoj se si të blejmë gifte 1-1. Okej, shkojmë në Google. Do shtypim këtë. tiktok.coin.com. Del kjo të buy and recharge coins to send gifts. Pra, ja ku kemi këtu. E pasi e kemi lidhur do me thënë me këtë gjë. Shtypim, për shembull, shumën që duam të fusim, për shembull 5.000 pikë bën $50 do me thënë. $50 amerikan, kurse kështu është 232.5. Nuk e di se si ka emrin lek brazilian, po që aq lek bën $50 bën 5.000 pikë. Kaq. E blejmë, veme blejmë këtu ja për shembull. Futim recharge. Ja, mund ta paguaj me çfarë do lloj gjaje këtu ja. O çuna. Mund ta paguaj me kart, me PayPal, me çdo gjë. Okej, kaq ishte. Ju përshëndes gjithëve. Faleminderit që më ndoqët. Kjo ishte e gjitha se si të blini gifte më lirë, të gjuni më shumë, e të shpenzoni më pak, edhe si t'i ktheni lekët në gifte. Faleminderit.